o kry kjo punë. Zoti Avdigjiku, një çështje që ka qarkulluar sot gjatë tërë ditës në po them edhe në portale, po edhe në media, në të gjitha mediat, ka qenë një krisje e raporteve mes jush dhe Përparim Ramës, për çka u kundërshtuan nga Përparim Rama. Shoqani sa që po ndodh diçka, një raport dikun po del diçka, po nuk ka asgjë. Veç ta bëj qartë, jam as shumë i zonën me bashkimin e djathtas LDK-s. Ku bën pjesë edhe Përparim Rama? Jo, me Përparim Rama bën pjesë te Prishtina, ka punë në Prishtinë Bollka. Pro, as shumë në zonë me çështje të mëdha, s'kam ku më marr me çështje komunale pesomni, se i pashë u flet nuk ka kur far krisje. Çështjet e bashkëpunimit uroj të zgjidhen sa më parë, sepse bën shumë ujë që pa u zgjidh këtë bashkëpunime, duhet me pas njerëz aty sa më parë vendosen. Filluan sot emrimet. Po mirë që kanë filluar. Jetëra puna. Mirë, shumë mirë kanë nisë. Edhe është mirë që se ne kemi një dek tek Prishtinës, jemi 5 dek, ato i mbledh. Ato i trajtojnë ta çështje, këto janë çështje lokale, nuk kam kur far kohë as energjie, besoni as kohë as energji më marr me këtë punë. Por e vrej që kam shumë kundërshtar, nuk e di pse kam kaq shumë kundërshtar, se jam të bëj diçka mi pengu dikut. A është një nga kundërshtarët Përparim Rama? Jo, është kryetari i komunës, ka punë sa dush në komunë. Apo kuptoni, po flas që po flitet shumë këtë drejtim, po flitet për çarje, nuk kam kur fare interesi me pas për çarje. Unë natyrisht interes parimore kam LDK-n dhe për LDK-n s'dëgjoj as kënd as një as sh as kur çaj, kështu që doni me ditë kush e prek LDK-n. Natyrisht ka punë me mua, me kretën tarësinë e LDK-s, në çdo rrethon, ka do të qoftë ajo far pune, por uroj që të punojnë sa më mirë, uroj që të kenë gjitha parakushtet për me kryu një qytet jetueshëm. Kemi marrë zotime para qytetarëve, e ka në dispozicion LDK nëse dënë me bashkëpunu me LDK-n. Ne kemi pas një partneritet garus, janë asamblisat e LDK-s, janë djegët e LDK-s. Nëse dënë? Po do të me dashtë, se bashkëpunimi do të me qenë. Kryetari, do më thonë kryetar, i propozuar e i nominuar nga LDK. Le të bën vendos njerëz të LDK-s se ka shumë të mirë. Pra bën mirë që i vendos, veç le të vendos sa më shumë të LDK-s. Sa më pak partive tjera, sepse në fund LDK është çaj shtëpi që të manë.